Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, priti në takim sot ambasadorin e Katarit, Ali bin Hamad Al Mari. Miftiu Tërnava me këtë rast falenderoi ambasadorin për këtë vizitë, duke cilësuar si teje të rëndësishme për Kosovën dhe vetë kryesinë e Bashkisë Islame të Kosovës, në kuadër të bashkëpunimit mes dy shteteve mike. Ai më pas falenderoi ambasadorin për punën dhe për kontributin e tij, si dhe vlerësoi lart bashkëpunimin ndërmjet Katarit dhe Kosovës. Gjatë këtij takimi, Miftiu Tërnava njoftoi ambasadorin Al Mari me punën dhe angazhimin e kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës dhe institucioneve të saj, si institucioni vetëm i cili rregullon dhe mbarvan jetën fetar-arsimore në Kosovë, teksa veçoi bashkëpunimin e ngushtë me Ministrinë e Çështjeve Fetare të Katarit. Miftiu po ashtu e falenderoi ambasadorin për përkrahjen e shtetit të Katarit gjatë gjitha periudhave para, gjatë dhe pas luftës që ka dhënë shtetit të Kosovës dhe institucioneve të Bashkisë Islame të Kosovës. Në anën tjetër, ambasadori i Katarit, Ali bin Hamad Al Mari, u shpreh i lumtur që po viziton Kosovën dhe përshëndeti punën e Miftiut Tërnava dhe Bashkisë Islame, me theks të veçantë kontributin e dhënë që Kosova të jetë një vend stabil, ku respektohen të drejtat, liritë, harmonitë, bashkëjetesa dhe toleranca fetare mes komuniteteve. Miftiu Tërnava dhe ambasadori i Katarit Al Mari u dakorduan që bashkëpunimi mes dy vendeve të thellohet edhe më tej, për çka u diskutua dhe realizimi i projekteve të përbashkëta në Kosovë.